nderuar zonja ambasadore Huber, të nderuar pjesëmarrës, nderuar kolegë, lejoni t'ju uroj mirëseardhjen në takimin e 18 të kërkimeve ekonomike për Europën Juglindore, të organizuar nga Banka e Shqipërisë si çdo vit. Edhe këtë vit kam nderin të përshëndes takimin ku studiues akademik nga rajoni dhe Mëgjër mblidhen për të diskutuar mbi sfidat ekonomike dhe financiare që prekin ekonomitë tona. Fillimisht dëshiroj të falenderoj kolegët e Bankës së Shqipërisë, veçanërisht ata të Departamentit Kërkimeve, por gjithashtu dhe gjithë pjesëmarrësit nga bankat e tjera qendrore për kontributin e tyre të çmuar, si dhe për mbështetjen në këtë bashkëpunim të vazhdueshëm që vijon prej më shumë se një dekade. Një mirëseardhje të veçantë i uroj shkëlqësisë së saj ambasadores së Zvicrës së Shqipërisë, zonjës Ruth Huber, prania e së cilës nënvizon bashkëpunimin e ngushtë midis dy vendeve tona në avancimin e kërkimit ekonomik dhe ndërtimin e kapaciteteve shkencore. Aktualisht po bashkëpunojmë për krijimin e një infrastrukture të fortë dhe të dobishme për modelimin ekonomik. Kjo për të mbështetur vendimarrjen e Bankës së Shqipërisë në lidhje me ndryshimet klimatike, si dhe për ndikimin e tyre në stabilitetin financiar. Takimi i këtij viti vjen në një moment të veçantë, kur ekonomia globale po përballet me pasiguri të shtuara që vijnë nga një mjedis i paqëndrueshëm i inflacionit dhe i normave të interesit, por edhe me pasiguri politike dhe institucionale që krijojnë terrenin për ndryshime të rëndësishme të politikave dhe të qeverisjes për vitet e ardhshme. Gjithashtu sfidat e tjera afatgjata të lidhura me ndryshimet e klimës, digitalizimin dhe përfshirjen financiare apo sigurinë kibernetike kërkojnë ndërmarrjen e politikave të rëndësishme të cilat nxiten nga diskutime në forume të tilla si ky i sotmi. Përgjatë këtyre 2 ditëve, materialet dhe studimet e prezantuara do të diskutojnë mbi implikimet e normave të interesit dhe kursin të këmbimit në ekonomitë dhe sektorin financiar, duke analizuar mënyrën se si tregtia dhe financa ndërveprojnë me njëra tjetrën, si dhe me faktorët mjedisor, social dhe të mirë qeverisjes në kuadër të zhvillimit qëndrueshëm dhe afatgjatë të ekonomisë. Një tjetër çështje që do të shqyrtohet është edhe ekuilibri midis politikave monetare dhe fiskale, dinamika e financave digjitale dhe implikimet e çmimeve të pasurive të patundshme në stabilitetin makrofinanciar. Pjesë e diskutimeve në këtë forum do të jetë dhe roli etik i flukseve hyrëse të kapitalit, si investimet e huaja direkte dhe remitancat, në nxitjen e rritjes dhe të stabilitetit makroekonomik të vendit. Pjesë e agjendës së këtij viti është dhe eksplorimi i metodave të kërkimit të inteligjencës artificiale dhe të machine learning, si dhe të fuqisë tyre transformuese në politikbërje dhe në analiza. Përdorimi këtyre mjeteve është bërë më kritik në rritjen e saktësisë dhe përshtatshmërisë së vendimeve dhe të politikave, veçanërisht përballë ndryshimeve të shpejta ekonomike dhe financiare, si dhe të një informacioni gjithnjë e më në rritje. Jam i bindur se njohuritë e marra në këtë forum, jo vetëm që do të pasurojnë kuptuarin tonë mbi çështjet komplekse me të cilat përballemi, por dhe do të na ndihmojnë gjithashtu të krijojmë politika më efektive në funksion të stabilitetit të çmimeve, të stabilitetit financiar, si dhe për një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe afatgjatë të vendit. Ky takim është një platformë unike për nxitjen e këtij bashkëpunimi, veçanërisht në termat të kërkimit shkencor, shkëmbimit njohurive dhe të përvojave me njëri tjetrin. Mbi të gjitha besoj se hulumtimi i kërkimor i bërë nga të gjithë ju jep një kontribut të rëndësishëm për bankat qendrore, duke u mundësuar bankave qendrore të shërbejnë si një shtyllë e rëndësishme thelbësore e stabilitetit çmimeve dhe stabilitetit financiar, rol të cilin Banka e Shqipërisë e luan me shumë përgjegjësi. Studimet dhe analizat tona empirike mbi shkaqet e inflacionit dhe rolin e faktorëve nominal dhe real në formimin e çmimeve kanë
pasuruar politikën monetare dhe instrumentet e saj, duke nxitur inovacionin e politikave për të adresuar ndryshimet rëndësishme strukturore që janë shfaqur. Gjatë 5 viteve të fundit, ekonomia shqiptare është përballur me luhatjet konsiderueshme të çmimeve për shkak të fenomeneve natyrore, goditjeve ekonomike dhe zhvillimeve gjeopolitike. Si përgjigje, politika jonë monetare ka dëshmuar të jetë ndërvjellët ndaj këtyre ndryshimeve. Kështu në fillim të vitit 2022, kur inflacioni arriti mesatarisht nivelin prej 6.7%, Banka e Shqipërisë filloi normalizimin e politikës monetare, me rritje normës bazë interesit nga niveli minimum historik prej 0.5% në fillim të vitit 2022 në nivelin e 3.25% në nëntor të vitit 2023. Kjo qasje proaktive uli inflacionin në nivelin e 2.8% në fund të vitit 2023, një arritje jashtëzakonshme në një mjedis jashtëzakonisht sfidues. Gjatë këtij viti, ne mbështetëm më tej stabilitetin ekonomik me 2 uljet të tjera të normës bazë të interesit, me respektivisht 0.25 pikë përqindje secila, përkatësisht në korrik dhe nëntor, duke siguruar që kushtet e financimit të mbeten të favorshme për një rritje ekonomike të qëndrueshme, të reflektuar në rritjen e kreditimit në bazë të gjerë dhe likuiditetin e bollshëm në sistemin financiar. Nga ana tjetër, krahas rregullimeve në normat e interesit, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë politika të tjera si ato makroprudenciale dhe mikroprudenciale. Gjatë periudhës së krizave, si tërmeti dhe pandemia COVID-19, Banka e Shqipërisë prezantoi lehtësime të përkohshme për familjet dhe sektorin privat dhe lehtësim të kërkesave për likuiditet dhe kapital për sistemin bankar, duke siguruar një rritje të vazhdueshme të konsumit, të prodhimit dhe të investimeve. Në të njëjtën kohë, ne minimizuam paqëndrueshmërinë e çmimeve, duke krijuar një ekuilibër delikat midis kërkesës dhe ofertës. Menaxhimi strategjik i Bankës së Shqipërisë i këtyre kushteve monetare siguroi që inflacioni të kthehej në objektiv pa shkaktuar recesion, duke nënvizuar angazhimin tonë ndaj stabilitetit makroekonomik në vend. Duhet të nënvizoj se ekonomia shqiptare ka pasur ndryshime të rëndësishme strukturore, që lidhen me rritjen e shpejtë të turizmit dhe të ndërtimit, ndryshime demografike të lidhura me plakjen e popullsisë, migrimin e saj, si dhe me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Këta faktorë së bashku kanë ushtruar presion shtesë mbi çmimet, ku pavarësisht kërkesës së fortë agregate dhe presioneve të tregut të punës, arritja e objektivit tonë të inflacionit është komplikuar nga mbiçmimi i fortë i lekut ndaj euros, një faktor kyç në një ekonomi të vogël dhe të hapur si Shqipëria. Ky mbiçmim i monedhës ka ndikuar ndjeshëm në çmimet e importit dhe rrjedhimisht në çmimet e përgjithshme të konsumit. Prandaj, pavarësisht presioneve të vazhdueshme inflacioniste në ekonominë e brendshme, inflacioni ka mbetur i qëndrueshëm, ndonse pak nën objektivin e Bankës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, në përgjigjet politikës së saj monetare, Banka e Shqipërisë është bërë inovative duke përfshirë ndërhyrjet e kursit si një instrument të ri në funksion të stabilitetit të përgjithshëm të çmimeve dhe si rrjedhoi stabilitetit financiar dhe atij makroekonomik. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në funksion të menaxhimit të rezervës valutore dhe për të kontrolluar shpejtësinë e vlerësimit të lekut kundrejt euros kanë pasur si objektiv realizimin e sasisë nevojshme të rezervës valutore, por dhe zbutjen e presioneve deflacioniste që shkakton kursi i këmbimit në inflacion. Në mungesë të këtyre ndërhyrjeve, inflacioni do të ishte shumë larg objektivit të Bankës së Shqipërisë. Mund themi me siguri se ky instrument ka qenë i suksesshëm pasi inflacioni ka ndalur tek niveli prej 2%. Paralelisht, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë dhe një sër nismash të tjera që kanë të bëjnë me rritjen e përfshirjes dhe kulturës financiare, ku ligji mbi shërbimet e pagesave dhe mbi llogaritë bazike, anëtarësimi ynë në SEPA dhe strategjia për edukimin dhe përfshirjen financiare
pritet të sjellin ndryshime të rëndësishme në zhvillimin e mëtejshëm të sistemit financiar. Këto masa synojnë ta modernizojnë sistemin financiar, të rrisin përfshirjen financiare, të reduktojnë informalitetin e ekonomi, si dhe të përmirësojnë transmetimin e politikës monetare. Këto masa janë jetike për ruajtjen e stabilitetit çmimeve dhe stabilitetit financiar në vend, për nxitjen e qëndrueshme në rritje dhe për mbështetjen e objektivave më të gjera makroekonomike të Shqipërisë. Të nderuar pjesëmarrës, jam i bindur se njohuritë e marra në këtë forum jo vetëm që do të pasurojnë njohuritë tona mbi çështjet komplekse me të cilat përballemi, por do të na ndihmojnë gjithashtu të krijojmë politika sa më efektive në funksion të stabilitetit të çmimeve dhe atij financiar për një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Mbi të gjitha besoj se hulumtimi juaj kërkimor shkencor jep një kontribut të rëndësishëm për bankat qendrore, duke u mundësuar atyre të shërbejnë si një shtyllë thelbësore e stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit financiar, rol të cilin Banka e Shqipërisë e mban gjithmonë parasysh dhe e luan me shumë përgjegjësi. Falenderoj edhe një herë shkëlqësinë e saj, zonjën Ruth Huber, dhe në mënyrë të veçantë Sekretariatin e Shtetit Zvicerian për çështjet ekonomike për kontributin që SECO i ka dhënë Bankës së Shqipërisë në kërkimin shkencor, politikën monetare dhe stabilitetin financiar. Ky kontribut ka ndihmuar në rritjen e njohurive, të ekspertizës dhe aplikimit të metodave bashkohore të analizës ekonomike dhe financiare, si dhe në përmirësimin dhe zgjerimin e modeleve të parashikimit dhe të analizës shkencore. Jam besim plot që këtë bashkëpunim do të zgjerojmë dhe më tej në të ardhmen në fushat të tjera të bankimit qendror. Lejoni t'ju përgëzoj edhe një herë, duke u nxitur të vazhdoni projektet tuaja kërkimore shkencore me qëllim gjenerimin e gjetjeve, sugjerimeve dhe këshillave të dobishme për vendimarrësit. Ju uroj diskutime sa më të frytshme për të ndërtuar së bashku një të ardhme ekonomike afatgjatë të qëndrueshme për të gjithë vendet e Europës juglindore, por dhe për vendin tonë, për Shqipërinë. Suksese në vijimin e punimeve të këtij forumi, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Dëshiroj t'ja kaloj fjalën shkëlqësisë së saj, ambasadorës së Zvicrës së Shqipërisë, zonjës Ruth Huber. Ambassador, it's yours. Thank you very much, dear Governor. Faleminderit, i nderuar guvernator SEC, të nderuar kërkues, ekspert dhe të ftuar. Është kënaqësi të shoh kaq shumë partner ndërkombëtar dhe ekspert që mblidhen për të ndarë dhe përmbyer kërkimin ekonomik. Bankat qendrore luajnë rol kryesor për stabilitetin dhe zhvillimin e ekonomive në të gjithë këtë rajon dhe mbar botën. Megjithatë, puna dhe ekspertiza juaj shkojnë përtej stabilitetit dhe mund të bëjnë dallimin për të arritur prosperitetin ekonomik. Këto janë arsyet për mbështetjen afatgjatë të programit ton të bashkëpunimit për Bankën Shqipërisë dhe për bankat e tjera qendrore të rajonit. Programi ynë i financuar nga Sekretariati Shtetëror i Zvicrës për çështjet ekonomike ka kontribuar në përmirësimet dhe sofistikimin e kërkimit në Bankën e Shqipërisë dhe kudo. Kjo do të thotë se banka është e përgatitur më mirë për të marrë vendime dhe për të propozuar politika të bazuara në një evidencë dhe njohuri solide. Kërkimi është thelbësor për të përmirësuar efektivitetin e bankave qendrore. Ai mundëson një kuadër të ri për të analizuar kushtet ekonomike, për të vendosur normat e politikës, normat bazë të interesit dhe për të menaxhuar krizat. Gjithashtu ofron evidencën e nevojshme për të vlerësuar zhvillimet. Mbështetja e Zvicrës për kërkimin në detyrat dhe sfidat e bankave qendrore gjithashtu pasqyron besimin ton për një vendimarrje të pavarur dhe të udhëhequr nga të dhënat. Prandaj ju inkurajojmë bankat qendrore të mbështeten në kërkimin jo vetëm për të udhëhequr vendimet e politikës monetare, por edhe për të formuzuar strategji të afatgjata për të forcuar rezistencën financiare, përfshirjen ekonomike dhe për të përgatitur për të sfidat e të ardhmes. Puna juaj
gjatë këtyre 2 ditëve do të shkoj drejt forcimit të kapaciteteve të institucioneve tuaja dhe drejt rritjes së qëndrueshme në ekonomitë e vendeve tuaja. Prandaj ju uroj një seminar sa më frutëdhënës dhe me si pres të vazhdojmë bashkëpunimin tonë.